Edicioni javës CEFTA për vitin 2025 në temën tregtim së bashku drejt Europës, që u mbajt gjatë këtyre ditëve 1, 2 dhe 3 dhjetor 2025 në Prishtinë, pra këtu në vendin Nikoçir, që kryeson CEFTA-n për vitin 2025, shënon një mundësi të rëndësishme për të vlerësuar arritjet tona në vitin 2025 së bashku me vendet anëtare të CEFTA-s dhe me pjesëmarrjen e Komisionit Evropian, organizatat rajonale dhe botërore si dhe partnerët ndërkombëtar për zhvillim dhe për të rikonformuar njëherët edhe angazhimin tonë të përbashkët për të thelluar integrimin ekonomik rajonal dhe për të avancuar tregun e përbashkët rajonal. Programi i këtij edicioni ka përfshirë konferencën kryesore, që është mbajtur sot me 3 dhjetor, e plotësuar nga takimet e organeve të CEFTA-s, takimin e nivel teknik pra të pikave të kontaktit të CEFTA-s dhe takimin e Komitetit Përbashkët Vendimarrës të CEFTA-s në nivel të ministrave dhe zëvendësministrave të deleguar nga palët e CEFTA-s, si dhe ngjarjet e veçanta tjera që u mbajtën pra me 1 dhe 2 dhjetor, që kishin në fokus kontributin e CEFTA-s për konkurrencën, transformimin digjital, integrimin gradual në Bashkimin Evropian. Kjo javë e CEFTA-s gjithashtu shënoi ngjarje të rëndësishme të paneleve të ndryshme, duke filluar me diskutime të hapura me të rinj student nga Universiteti i Prishtinës dhe nga Universiteti i Evropës Juglindore i Tetovës, me përfaqësues nga sektori privat, nga akademia, si dhe përfaqësues të lartë dhe ekspertë të organizatave rajonale dhe ndërkombëtare, përfshirë këtu Këshillin për Bashkëpunim Rajonal, Komunitetin e Transportit, pastaj RESPA, që është Shkolla Rajonale për Administratë Publike, Organizatën për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD, për të bërë vlerësimin e progresit, për të ndarë perspektiva dhe për të formësuar drejtimin e ardhshëm të bashkëpunimit rajonal brenda CEFTA-s. Kjo javë e CEFTA-s gjithashtu nxjerrin e pa potencialet për zgjerim të bashkëpunimit rajonal në fushat e tilla si tregtia elektronike, mbrojtja e konsumatorit dhe inovacioni digjital. Kjo javë po ashtu shënoi përfundimin e kryesimit të CEFTA-s 2025 nga Kosova dhe fillimin e kryesimit të CEFTA-s për vitin 2026 nga Shqipëria, duke riafirmuar angazhimin e përbashkët të gjitha palëve të CEFTA-s për të avancuar integrimin ekonomik dhe për të ecur së bashku drejt Bashkimit Evropian. Të nderuar qytetarë dhe përfaqësues të bizneseve, pas 13 viteve zbatim të marrëveshjes CEFTA, Kosova për herë të parë gjatë këtij mandati qeverisës zyrtarisht ka marrë një iniciativë për të rregulluar përfaqësimin e Kosovës në CEFTA. Kështu me 8 tetor 2024, në takimin special të Komitetit Përbashkët në CEFTA, miratuam vendimin për ndryshimin e rregullave të procedurës, me që rast larguam përfundimisht pjesëmarrjen e UNMIK-ut në CEFTA, që përfaqësonte Kosovën, zërin e Kosovës në këtë marrëveshje. Tani e tutje Kosova përfaqësohet vetëm nga institucionet e saj dhe nga zëri i saj. Si rezultat i kësaj, me 1 janar 2025 shënuam një arritje tjetër historike për Kosovën, kryesimin e Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s për vitin 2025, për herë të parë nga institucionet e Kosovës dhe pa prezencën e UNMIK-ut. Dhe në vazhdim me 7 mars 2025, organizuam dhe kishim një takim të frytshëm të Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s për vitin 2025, i kryesuar për herë të parë pra nga institucionet e Republikës Kosovës dhe përmes kësaj Ministrie të Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe pa prezencën e UNMIK-ut. Kosova si kryesuese e CEFTA-s për vitin 2025 vazhdoi me angazhim të fortë dhe inkurajoi të gjitha palët e CEFTA-s që të kalojnë nga angazhimet në rezultate konkrete. Për më shumë, ne kemi prioritizuar koordinimin më të fuqishëm me të gjithë mekanizmat e CEFTA-s, duke adresuar pengesat afatgjata dhe duke ofruar përfitime reale për bizneset dhe qytetarët tanë. Bashk, ne mbështetëm zbatimin e plotë të detyrimeve të CEFTA-s pa asnjë vonesë. Me kryesimin tonë të parë CEFTA-s treguam leadership, transparencë dhe emëruam kështu drejtoren e re të sekretariatit të CEFTA-s pas një bllokimi 2 vjeçar. Si Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe kryesuese e CEFTA-s për vitin 2025,
E konsiderova këtë vendim të rëndësishëm si një sukses në kryesimin e Kosovës dhe një hap të rëndësishëm për funksionimin e CEFTA-s dhe për integrimin ekonomik të rajonit me tregun e Bashkimit Evropian. Po ashtu, drejtoresha për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, zonja Valentina Superti, theksoi se emërimi i drejtores së re është thelbësor jo vetëm për CEFTA-n, por edhe për BE-n, me mundësi financiare për të mbështetur sekretariatin e CEFTA-s. Ajo nënvizoi se ky proces i emërimit ishte në pritje për 2 vite dhe mirë priti procesin transparent të përzgjedhjes nën kryesimin e Kosovës për kandidaturën e parë në renditje me piket më të larta në vlerësim. Kjo vendimarrje me votim me konsensus të plot shënoi një moment të rëndësishëm të vazhdimësisë institucionale të CEFTA-s, sepse sekretariati i CEFTA-s luan një rol të rëndësishëm në mbështetje të zbatimit të agjendës strategjike të CEFTA-s, lehtëson dialogun ndërmjet palëve dhe siguron zbatimin efektiv të masave të CEFTA-s në kuadër të planit të veprimit të tregut të përbashkët rajonal. Zbatimi i suksesshëm i masave në kuadër të planit të përbashkët të veprimit të tregut të përbashkët rajonal, që është shtylla e dytë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për nxitjen e integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor, na afron gjithnjë më shumë drejt integrimit ekonomik me tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. Të nderuar qytetarë dhe biznese, duke rikonfirmuar kështu angazhimin e përbashkët me palët e CEFTA-s për të thelluar integrimin ekonomik rajonal dhe për të avancuar tregun e përbashkët rajonal drejt integrimit në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian, ne dje në kuadër të javës së CEFTA-s për vitin 2025, pra dje me 2 dhjetor në Komitetin e Përbashkët të CEFTA-s në udhëheqjen e Kosovës, përmes Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, miratuam edhe 4 vendime të rëndësishme për avancimin në lehtësimin e tregtisë së lirë të maldrave dhe shërbimeve dhe siguruam që me burimet dhe mjetet e duhura të mbështesim administratat doganore dhe institucionet përgjegjëse të mbikëqyrjes së tregut në përmirësimin e sigurisë, rritjen e efikasitetit dhe lehtësimin e tregtisë së ligjshme, duke minimizuar kështu rreziqet. Përmbledhja e këtyre 4 vendimeve të Komitetit Përbashkët CEFTA-s që u miratuan dje pra me 2 dhjetor dhe që rrumbullaksojnë gjithsejt 11 vendimet e Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s gjatë kryesimit të Kosovës në këtë vit 2025, përfshin si në vijim vendimin me numër 8 i Komitetit Përbashkët të CEFTA-s, që ndryshon vendimin e parë mbi programet të këtij viti, pra mbi programet për njohjen e ndërsjellë të operatorëve ekonomik të autorizuar. Si palë të CEFTA-s kemi rënë dakord të njohim në mënyrë të ndërsjellë programet të operatorëve të autorizuar ekonomik. Bizneset që gëzojnë lehtësira doganore në tregun e tyre të origjinës tani do t'i gëzojnë këto përfitime në të gjitha 7 tregjet e vendeve anëtare të CEFTA-s. Kjo nënkupton procedura më të shpejta, më të parashikueshme dhe më efikase doganore, duke rritur kështu ndjeshëm konkurrueshmërinë e zinxhirit rajonal të furnizimit. Vazhduam me vendimin numër 9 të këtij viti 2025 të Komitetit për Atë Përbashkët të CEFTA-s, mbi krijimin e organeve të CEFTA-s, që edhe ndryshon një herë vendimin e parë të vitit 2015 lidhur me këtë vendim. Për të siguruar zbatim më të mirë të masave të CEFTA-s, si Komiteti i Përbashkët kemi forcuar kuadrin institucional duke krijuar 2 grupe të reja pune. Grupi i punës për çështjet fitosanitare dhe sigurinë ushqimore dhe grupi i punës për raportimin e subvencioneve. Këto trupa do të monitorojnë rregullisht progresin dhe do të ofrojnë mbështetje teknike dhe do të sigurojnë zbatim të plotë të vendimeve të CEFTA-s në fushat e tyre përkatëse. Vazhduam pastaj me shqyrtimin e vendimit 10 të këtij viti dhe miratuam në Komitetin e Përbashkët të CEFTA-s për bashkëpunimin digjital. Si komitet kemi miratuar pra këtë vendim thelbësor për përshpejtimin e integrimit digjital dhe zvoglimin e pengesave në tregtinë digjitale. Kemi themeluar grupin e punës për bashkëpunim digjital, i cili do të udhëheqë harmonizimin e standardeve dhe njohjen e ndërsjellë të shërbimeve të besuara, përfshirë nënshkrimet elektronike, vullat elektronike dhe elemente tjera kritike të sigurisë digjitale. Ky hap rrit efikasitetin, sigurinë dhe besueshmërinë e transaksioneve digjitale brenda CEFTA-s, duke fuqizuar kështu bizneset dhe qytetarët të marrin pjesë më plotësisht në ekonominë digjitale rajonale. Në fund të takimit vazhduam edhe me
aprovimin ose miratimin e rekomandimit të parë të vitit 2025 të Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s mbi strategjinë e menaxhimit të rrezikut doganor të CEFTA-s për vitin 2025-2028. Si komitet pra, e miratuam këtë strategji dhe planin e veprimit të CEFTA-s për menaxhimin e rrezikut doganor 2025-2028, e cila synon rritjen e bashkëpunimit ndërmjet administratave doganore, përmirësimin e përgjedhjes së bazuar në rrezik, përdorimin e teknologjisë për të mundësuar tregtime të shpejtë, më të sigurt dhe më të parashikueshme. Strategjia është plotësisht e harmonizuar me iniciativat e Bashkimit Evropian dhe mbështet objektivat e agjendës së tregut të përbashkët rajonal. Të nderuar të gjithë që na përcjellni, ne besojmë se përmes bashkëpunimit praktik, transparencës dhe një angazhimi për përparim të përbashkët rajoni ynë mund të pozicionohet si një partner i qëndrueshëm, konkurrues dhe i besueshëm për Bashkimin Evropian dhe tregun global më të gjerë. Në përmbyllje të javës CEFTA 2025 dhe dorëzimit të kryesimit të CEFTA-s për vitin 2026 nga Shqipëria, unë shpreh falënderimet për të gjitha palët e CEFTA-s për kontributin dhe pjesëmarrjen e tyre aktive në zbatimin e programit të punës së Komitetit të Përbashkët CEFTA për vitin 2025, pra me kryesim nga Kosova, dhe po ashtu shprehim vlerësimin për mesazhet e përcjella nga Komisioni Evropian në lidhje me njohjen reciproke të dokumenteve dhe marrëveshjeve. Gjithashtu, falenderoj edhe partnerët tanë ndërkombëtar, komunitetin e biznesit, akademin, për mbështetjen dhe angazhimin e vazhdueshëm. Prania e tyre gjatë këtyre 3 ditëve tregoi jo vetëm për kushtimin e përbashkët ndaj bashkëpunimit rajonal, por gjithashtu edhe besimin në potencialin e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Si kryesuese e CEFTA-s për vitin 2025, unë inkurajova vazhdimin e kësaj mënyre të angazhimit me qëllim sigurimin që bashkëpunimi rajonal të funksionojë dhe përshpejtoj integrimin në Bashkimin Evropian për më shumë përparim drejt përafrimit me rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian për të eliminuar pengesat tregtare, për të rritur transparencën dhe për një angazhim më të madh të sektorit privat për të nxitur rritjen ekonomike dhe sigurinë ekonomike në rajon. Kjo javë e CEFTA-s solli reflektime për të bashkëpunuar dhe për të ecur përpara së bashku, me ambicje, me realizëm dhe me besimin e përbashkët se një rajon më integruar është një rajon më i fortë drejt integrimit në tregun e vetëm evropian.